Dhe koordinatorja zgjedhjeve lokale kësaj radhe Laura Pura është me ne në studio për diskutuar lidhur me marrëvajtjen e deri tanishme të procesit zgjedhor. Kemi parë disa incidente deri më tani, por të përparë nëse sa për këtyre rasteve mund të konsiderohen vepër penale dhe çfarë natyrës janë të gjitha këto raste që janë regjistruar nga ana e prokurorisë dhe policisë, do të diskutojmë me zonjën Pula. Atëherë zonja Pula, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Zonja Pula, janë 100 prokurorë në barë vendi sot, të cilët po përkujdesen janë të angazhuar për monitoruar procesin e sotëm të votimit. Si po ecën procesi, kemi disa incidente të çfarë natyrës janë ato? Është vërtet që 100 prokurori kemi të stacionuar në zyrët e prokurorëve në prokurit respektive, apo edhe në stacione policore, aty ku në kemi zyrët tona së bashku me hetusit e policisë Kosovës. Ne kemi, ju e vetëm e dini se që nga viti 2013 kemi një memorandum bashkëpunimi së bashku me institucionet relevante, të cilat koordinohemi para zgjedhjeve, ditën e zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve, që ka rezultu me një sukses të pamohshëm dhe e ka pozicionu Kosovën në shtete demokratike zgjedhore. Këto nuk e them mu vetëm une, kanë thonë edhe organizatat e huaja, edhe është një instituti dhe domi cili i Suedisë që ka bo një ekspertizë në vitin 2024 ku ka qitë Kosovën si shtet me demokraci zgjedhore, jo autokraci. Dhe më thonë, kjo është një e mirë, kjo është falë institucioneve dhe falë sovranit i cili ndër vite është vedisu që mos të manipulon votën dhe mos të bjen prej e kërkesave të caktuara, qoftë subjekteve politikeve apo personave të caktuar. Megjithatë kemi disa incidente, disa paregullësi, çfarë natyrës janë dhe paraqesin shqetësim për juve si prokurori? Po, është vërtet se kemi disa incidente deri në këto momente. Uroj që ta përfundoj emisionin e ju vetëm me këto incidente, mos na shtohen. Po fatmirësisht janë vetëm incidente. Nga hetimet preliminare që janë kryer pas raportimeve të incidenteve, me qenë se prokurorët me njëherë kanë intervenu në këto incidente për t'i verifikuar a ka elemente të veprave penale, të cilat janë të kodifikume në kodin penal të Republikës së Kosovës edhe janë 11 vepra penale kundër drejtës së votimit. Kemi verifiku dhe vërtetu që asnjë nga këto incidentet nuk ka rezultu me përmbushjet elementeve të veprës penale nga ky kapitull. Prandaj, ato mbesin si incidente, ato të cilat janë në verifikime sipër të fundit, para se më arë këtu të ju që ka ndodhë një incident, janë në verifikim gjithashtu, dhe deri në përfundim të këtij procesi zgjedhor do të dalim edhe me komunikatën e përfundimtare sonte pas orës 7. Kështu që urna. Derisa më deri me këto incidentet e fundit që u raportuan, njëri prej tyre është edhe shkolla fillore që ka dhënë një frashin në shtime, është raportuar se ka pasur një kanosje ndaj kryesuesit të vendvotimit. Aty policia e ka identifikuar atë dhe sipas është qendrim zyrtar pra i policisë, ai është në kërkim policor dhe në bashkëpunim me prokurorin e shtetit i kanë zhvilluar hetimet. Po, është një pengim i personit zyrtar në kryen e detyrës zyrtare, në rastin shkollën na infrashin shtime, nuk është përfundu, së është gjithë akoma personi. Momentin kur gjendet do të verifikohet çfarë pengimi ka qenë dhe a e ka cenu procesin. Sa ka qenë serioz, nuk dihet edhe. Sa ka qenë serioz, jo, për shkak se zakonisht raportimet kur na vinë, nuk na vinë të plota. Prandaj po duhet prokurori me shku në vendin e ngjarjes, mu ballafaqu me paraqitësin e rastit, njëkohësisht marrë edhe mu marrë me personi i cili ka kryer një incident të tillë në momentin e caktuar. Dhe zonja Pula, shqetësimi kryesor i ditës së sotme është ky votimi kolektiv që kemi parë në veri të Kosovës, në veri të Mitrovicës, paraqet cilat janë informata që i keni si prokurori për këtë rast. A mund shihet si a ka elemente të veprës penale ky votimi kolektiv cilët e pam, pra të bëjmë më masiv shqiptarëve cilët shkojnë drejt qendra votimit për të votuar, apo është vështirë gjetja e veprës penale në këtë mes? Votimet kolektive janë përcjell me pompozitet sot gjatë gjitha medjave dhe neve në kanë arë informatat e sakta edhe nga mediat, edhe të cilat kanë raportu mirë, por njëkohësisht edhe prokurorët i kemi pas në vend të ngjarjes. Sipas prokurorëve në pjesën e Mitrovicës se cilat kanë verifiku, nuk ka rezultu që ka elemente ndonjë vepre penale të cilat kanë mujt me fillu hetime dhe me vazhdu më tutje. Nëse eventualisht mund të zgjatë
ky incident apo të kthehet në veprim kriminal, atëherë na jemi këtu për të vazhduar edhe në pra nuk konsiderohet si presion ose cënimi procesit votimit në rast se shohim një grup qytetarëve të udhëhequr nga një person që mund të jetë edhe ndonjë zyrtar ose pjesëtar i subjektit politik për të votuar, që shkojnë bashkë për të votuar në një qendër votimi? Varet për cilit kontest ju e shqiqoni. Prokurori ka pa edhe ka verifikuar në vendin e gjarë që nuk ka pas incident, i ka qenë incident e jo vepër penale, pra nda raportit që në ka ardhur për Mitrovisës, ka qenë i tillë që nga mëngjesi kjo është, nuk është vetëm këto momente, po më duket që mandej nuk ka pas, ka qenë mëngjes ato grupimet. Mëngjes në gretë edhe për zyrtarët të KQZ su përmen kjo problematika e votimit kolektiv, po. Po cilat si bëjt të themi ose për shkak se po të raste tjera të raportuar po për fotografim të votës që po ashtu nuk përbën vepër penale, edhe pse kjo vazhdimisht po ndodhet por në gjatë zgjedhjeve në Kosovë dhe dihet po ka pasur raste të kaluara kur një votues pra ishte detyruar partisë ose subjektit ose kandidatit për t'ia dëshmuar me fotografim, pra si trajtohen raste të tilla dhe a ka pasur le të themi kërkesa për ndryshim ndërkohë të këtyre sa i përket raste që mund të përbëhen dhe mund të përfshihen në kuadër të veprave penale, përfshirë edhe fotografimin e votës. Me ndryshimet në kodin penal dhe hyrjen në fuqi të këtij kodi penal ku i inkorporu 11 vepra penale kundër drejtës së votimit, nuk parashifet fotografimi i votës si vepër penale. Mirë po, nëse niseni nga drejta kushtetuese, që vota është msheft dhe është individuale, edhe e përfaqëson vullnetin e individit, atëherë pse duhet të fotografohet një votë? Prandaj, nëse na gjatë ditës së sotme kemi ndaluar disa persona në qendra të ndryshme, në qendra të votimit të ndryshme, në komuna të ndryshme, të cilat kemi pas informata se këta persona kanë fotografu votën. Gjatë hetimeve të cilat kanë rezultu, ka dalë se këta kanë fotografu votën jo për qëllime ashtu si që ju e përmendet, se nëse vërtetohet se një votë fotografohet me qëllim të përfitimeve materiale, shantajeve, Me qëta zonja pura, por një prokuror është i vështirë në hetimi, apo jo? Nuk është i lehtë kë verifikimi për çfarë qëllime mund të jetë fotografuar vota, apo jo? Po, shumë është i vështirë. Po, shumë i vështirë është mirë, po. Ata persona të cilët paraprakisht mund të evidentohen që mund të jenë të shtyrë nga dikush, qoftë edhe nga varësia ekonomike. Më kujtohet para disa viteve kemi pas rast me një kompani të madhe e cila ka detyru punëtorët e saj që të votojnë për një subjekt politik të caktuar, për ndryshe do të largohen nga puna. E kur kemi këso kërcnime që është varësia ekonomike të tyre, atëherë ne përmbushtet elementi veprës penale nga 1.210 i kodit penal të Republikës Kosovës. Prandaj, është vështirë të verifikohet. Ka nisë të vedisohen njerëz mos ta fotografojnë votën, unë që nga mëngjesi kom bua apel që mos e fotografoni votën se do të jeni subjekt i hetimeve nëse vërtetohet që ki vepër penale. Po në të kundërtën, edhe nëse nuk vërtetohet, ti do të mirësh në pyetje nga ana policisë dhe nga ana prokurorit, ashtu siç kemi vepru gjatë ditës së sotshme. A keni shumë raste të fotografimit votave nëse shohim edhe ndër vite, në procese të tjera zgjedhore dhe konsideron që duhet ndryshoj kjo të kualifikohet si vepër penale? Unë mendoj se për të evitu këtë problematikë dhe për të qenë në nivelin e duhur të zgjedhjeve dhe të themi se vërtet nuk kemi pas asnjë incident gjatë zgjedhjeve, ndoshta kishte qenë mirë që vërtet të bëhet një vepër penale, të jetë dënueshmëria përcaktuar prej minimumit e maksimum, edhe ndoshta edhe ata persona të cilët konsiderojnë që duhet të fotografohet vota, mos ta bojnë këtë gjë. Na gjatë ditës e patëm bile një rast shumë interesant të fotografimi i votave, sa për Dioninë e juaj, ishte një djalë që para 2 ditë kishte botë 18 vjet, edhe për herë të parë votojke në një qendër votimit. Ka fotografu nga entuziazmi, edhe për mja të regu prindve të vetë që kom fotografu një votë edhe merë dire rada dhe mu me votu. Tash në të rasi nuk ka elementet veprës penale. Kur vërtetot që e bënë për familjarë ose për interesat tua personale, nuk përmbushtet elementi veprës penale që i cenimit të fshirësisë së votimit që është 1.210. Dhe zonja Pula, mbesim dhe pak të veriu, pasi që shësimet më ndojen për procesin e veriut. A kemi më shumë prokurora atje dhe a ka informacione tjera ose ndonjë hetim tjetër për ndonjë presion ose cenim procesit votimit deri më tani në këto komuna? Thënë vërtetë nuk e kemi asnjë informat
deri më tani, edhe pse në ton kohën jemi në komunikim të drejt për drejt me kryeprokurorin, se njëjtë kryeprokurori Mitrovicës është edhe koordinator për regionin e vet, edhe prokurorët e cilët janë të stacionuar në Zupin Potok, në Leposaveç, në Mitrovicë, jugut e tjera. Mirë po, me gjithë prokurorët kam bisedu, bile prakisht para se më ardhe në emision të ju, dhe ishta për hir transparencës, të jem e sinqert për rastet mos ka ndodhë, më thanë që s'kemi kur gjo. Uroj që mos t'ke dhe në fund tash, a del dishka dhe në ora 7, nuk e di. Me qeni të fokusuar të këvire, kemi parë përse që ka një prezencës të ndërkombëtare, fokusi tyre është në komunat veriore, për shkak të zhvillimit që kemi pasur në këto vitet e fundit. Atje, sot e poshtë në Sërnove keni pasur takime edhe me përfaqësues të EULEX-it, në çfarë konteksti të thotë është bashkëpunimi që ju keni si prokurori me misionin e EULEX-it, por edhe me përfaqësues të tjerë ndërkombëtar të përfshirë zyrën e Bashkimit Evropian. Edhe nga Bashkësia Evropiane, kemi pas takime para disa dite në zyrën time, mirë po dhe sot, kjo është bërë rutinë që ta vizitojnë përfaqësues të EULEX-it, jo vetëm në këto zgjedhje, ndër vite në kanë vizitu, kanë tregu gatishmërinë e tyre që nëse eventualisht ka nevojë për prezencën e tyre apo për përkrajen, unë kam tregu se për momentin nuk kemi aso raste cilat vijnë me pas mbështetje apo çfarë do mbështetje qoftë ajo nga institucionet tjera, po ata kanë qenë të gatshëm të na ndihmojnë dhe na vizitojnë për çdo herë duke na dhënë përkraje dhe duke suportu punën tonë dhe duke na dhënë lefdrata për punën që e bën shoqëria jonë fillimisht, prokurorët të shtetit që e bojnë Policia Kosovës, KQZ-ja dhe gjitha institucionet të cilat janë relevante për mbarvajtje të zgjedhjeve. Dua të ceki, edhe njëherë, prokurori i shtetit në këto zgjedhje ka hiqë nga viti 2013 me të vetmin qëllim, mbrojtja e votës e sovranit. Gjitha institucionet tjera kanë për detyrë mi bo. Na kemi hi me vetë dëshirë, ka qenë iniciativa ekskluzive e prokurorit të shtetit aso kohë që të mirët me këtë nga se kemi dalë nga zgjedhjet e 2010-shit në zgjedhjet më të këqija që ka pas ndonjëherë Republika Kosovë. Gjedhja industriale shquajtur atëherë në vitin 2010 e vota. Po, dhe Zonja Pula, e dim që për mbarvajtjen e procesit tashmë keni edhe kamerat aty që e lehtëson po besoj edhe punën e prokurorisë apo jo. Çfarë forme për ta shpjeguar pak përshtatart mund të përdoren xhirimet e këtyre kamerave dhe për mbarvajtjen e procesit edhe ndonjë kesh përdorim eventual. Po mendon në qendrat votimit edhe në qendrat numërimit. Po, edhe në zgjedhjet e kaluara për herë të parë janë instalu kamerat nga KQZ-ja, kanë dhënë rezultate në ato vende dhe në ato qendra apo në ato incidente apo specifikime ku kanë mendu se ka manipulim të votave në për flet votime. Dhe këto kanë bo, kamerat miren, dihet që shmiren në kuadrë të procedurës penale, aplikohen të gjitha masat për marrjen e tyre dhe verifikohen mandesi prova në procedurë të më të vteshme. Por a ka shqetësim se mund të cënohet privatësia le theme e votuesve që votojnë në këto qendra për shkak se janë shpërmendur në të kaluarën, pra që mund të paraqitet rrezik do të thotë zbulimi qoftë i fshëtsisë së votës apo aspekteve tjera që lidhen me procesin e votimit? Po, unë konsideroj që ne kemi qenë idhëtar të asaj që të jemi ma transparent dhe të formojmë dhe të instalojmë kamera ndër vite edhe e kemi kërku edhe qytetarët e kanë kërku dhe institucionet, prandaj kjo ka qenë vendimi KQZ-s që e ka bo dhe ne i respektojmë vendimet e çdo institucioni dhe veprojmë pastaj në kuadër të kodit për mbajtjen, shpërndarjen dhe sekuestrimin e provave. Të Zona Pula, sa i përket mbarvajtjes së procesit, dhe dim që politika ndëshkimore luan shumë rol sa i përket uljes së keshpërdorimit të proceseve zgjedhore. E dim që viteve të kaluara ka pasur dënime me burgime, apo jo? A jeni kënaqur si prokurore me vendimet e marra sa i përket keshpërdorimeve që janë hasur, hetuar dhe ngritur më pas akt akuzat edhe dënimet edhe nga gjykata, jo? Thënë të vërtetën shumë pak raste kemi pas, edhe në zgjedhjet parlamentare, për cilat mund të identifikojmë që kanë qenë të këqija apo të mira. Kemi pas raste ku në zgjedhjet e kalume, shumica aty ku ka pas mundësi kanë shku në marrëveshje mbi pranimin e fajësisë dhe procedura ka përfundu më shkurtuar, se sa është parashijet e tillë. Kemi raste që akoma nuk kanë përfundu në procedurën penale, rastet e zgjedhjeve parlamentare, mirë po na shpresojmë që jemi duke bërë punën tonë më së miri dhe jemi në ngrumbullim të provave dhe aty ku kemi pas mundësi të ngritësim këta akuza me provat ekzistuese kemi ngrit. Aty ku prokurorët kanë konsideruar se duhet të mbledhin prova shtesë, nuk kanë mund të ngrisin këta akuza deri në
përfundimin apo nxjerrjen e prova apo marrjen, se ndonjëherë nuk është edhe lehtë të sigurohen prova sidomos në zgjedhje. Po, dhe po besoj që sigurimi prova më shumë është e blerja e votave, apo jo? A është vështirë identifikimi këtyre rasteve, hetimi këtyre rasteve pastaj? S'është vetëm të blerja votave, Donika, është të shumë raste ka problematika për të verifiku dhe për të nxjerrë provat me të cilat mund të mbështesësh akt akuzën. Mirë po, aty ku kanë mujt me nxjerrë prova, aty ku kanë, sa ju kujtohet, ne kemi pas raste kur kanë punu edhe prokurorët e prokurisë speciale në raste konkrete për verifikimin dhe aja pastaj është zgjatë si procedurë, nga se provat nuk kanë qenë vetëm që është desh nuk siguruar nga brenda, po edhe nga jashtë. Prandaj kretë varet prej rasti, se cili rast është rast individual dhe se cili rast kërkon trajtim të posaçëm. Po unë falë eksperiencës e prokurorëve, konsideroj që atë punë që kanë mund të mbështesin e gjykata me prova dhe të kenë dënime adekuate. Aty ku nuk kanë pas dhe dënime të cilat kanë konsideru prokurorët konkret, që kanë përfaqësuar rastin, me siguri kanë bo dhe ankesa dhe pastaj lënda është apelu dhe kemi edhe kërkesa për mbrojtje të çmërisë besa, që kanë shkuar edhe në fazë të tretë të procedurës. Pra, këtë monitorim juaj do të vazhdoj edhe pas mbylljes eksekutive të votimit, pra në aspektin e le të themi ruajtjes së integritetit të zgjedhjeve, që kemi pasur shumë deklarata, pra qoftë nga përfaqësues të partive politike dhe nga lider të shtetit se ka tendenca për ndërhyrje nga jashtë. Në zgjedhjet e kaluara, pra ndodhi ai që ndodhi me platformën online të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që ra sistemi pas mbylljes eksekutive të votimit, më pas pati deklarata se mund të ketë qenë ndërhyrje nga jashtë, pra të le të themi të aktorëve që nuk ja dojnë të mirën Kosovës, dhe në këtë aspekt ka është ndërmarrë fillimisht ndonjë veprim për atë rastin që ka qenë dhe për të siguruar që nuk do të ketë raste të tilla në zgjedhjet aktuale. Çështja e transparencës, kjo ka të bëjë komplet me KQZ-n dhe plasimin e rezultateve, cila ka qenë problem dhe është diskutuar jo vetëm një muaj, po është diskutuar me muaj të tërë. Unë në këtë fazë mund të them vetëm që nuk kemi përfundu akoma hetimet me atë rast. Pra po vazhdojnë hetimet për atë rast ende. A keni gjetë diçka, ka ndonjë ndryshim ndonjë hetim se thonë tash diçka kemi gjetë që na kanë ose ka qenë sulm i brendshëm apo jashtë, me që a ka qenë sulm nga jashtë apo unë ju kisha kërku nga ana juaj që të më kurseni nga prononcimet e tilla. Besoj që mjafton që ju thash që jemi në hetim të këtyre rasteve dhe kurdo që kemi provat mjaftueshme, do të dalim dhe do ta bëjmë publike dhe rastin e kaluam nga zgjedhjet parlamentare. Atëherë, zonja Pula, ju falenderoj shumë që ishit sot me ne për të dhënë gjitha informacionet lidhur me incidentet që janë shënuar ditën e sotme. Faleminderit, kënaqësia ishte imja. Faleminderit që ishit prokurore. Ka qenë pra koordinatora nacionale e zgjedhjeve prokurorja Laura Pula, me cilën folëm lidhur me incidentet e deri tanishme, ndërkohë regjia po pres njoftojnë nëse e kemi, pra e planifikuam që Eugen Cakollin ta kishim këtu në studio, por do ta kemi në një lidhje direkte Eugenin. Mirë, do të shohim një histori shkurtë të kolegës Sondonisa lidhur me mënyrën e procesit votimit të burgosur dhe rikthehemi me këtë lidhje direkte. Janë të privuar nga liria, por të drejtën për të votuar